Shërbimet e Komisariatit Policisë Korç arrestuan flagrans shtetasin e Ç 30 vjeç dhe referuan materialet në prokurori për shtetasin e Ç 55 vjeç, babe bir, banues në Dishnic, pasi dyshohet se kanë ushtruar dhunë ndaj njëri tjetrit. Gjithashtu referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasit VB 51 vjeç, banues në Voskopoj, pasi dyshohet se ka goditur me grushta një 61 vjeçar për motive të dobta, EG 48 vjeç, banues po në Korç, pasi dyshohet se ka goditur me grushta një 40 vjeçar gjithashtu për motive të dobta. Xhe, 36 vjeçë, administratore biznesi, pasi nga pakujdesia ka lënë hapur një rubinet uji duke shkaktuar dëmtime në një biznes ngjitur. Da, 40 vjeç, banues në Korç, pasi dyshohet se ka goditur me grushta një 73 vjeçar për motive të dobta. KH 32 vjeç, banues në Lozhan, pasi në aksin rrugor Maliq Korç, është kapur duke transportuar 18 metër kub lëndë drusore të prerë në kundërshtim me ligjin. Lënda drusore u sekuestrua me cilësinë e provës materiale. JM 62 vjeç, banues në Turan, pasi nga pakujdesia ka ndezur zjarr dhe ka djegur një sipërfaqe toke me bimësi. Specialistë sektorit për hetimin e krimeve të rënda referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin MB 27 vjeç dhe shpallën në kërkim shtetasin ASH 32 vjeç, banues në Pogradec, pas kallëzimit të bërë nga një 18 vjeçar. Dyshohet se 32 vjeçari e ka kanosur përmes telefonit të riun për t'i paguar një shumë prej 800 eurosh shtetasit MB, me të cilin po udhëtonte me furgon nga Selaniku në Pogradec. Specialistë sektori qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku filloi procedimi penal për shtetasin GO 34 vjeç, banues në Prenjas, pasi në aksin rrugor Korç Kapshtic ka humbur kontrollin mbi automjetin që drejtonte e përpasoi automjeti ka dalë nga rruga duke u dëmtuar lehtë 2 pasagjerë.